Përsëriteni këtë me të gjitha bruzat. Vendoseni katrorët në radhë sipas dëshirës tuaj dhe pastaj duhet i qepim njëra me tjetrën. Sigurohuni që një i rritur t'ju ndihmojë në çdo hap. Që ta keni më të lehtë, qepini në rreshta nga 2. Dhe pastaj rrjeshtat bashkojeni. Përsëriteni këtë derisa mbulesa të jetë në madhësinë që dëshironi. Si që shikoni, është gati. Po tani, çfarë do të bëjmë?